tash unë konsideroj që të thuash ta rishikosh një ngjarje me automatizëm të krijon një lloj paragjykimi, sepse ka një tendencë për ta rishkruar nga fillimi historinë. Megjithatë, historia është një shkencë, sikur gjitha shkencat e tjera, që me zbulimin e dokumenteve të reja, me automatizëm, ajo evolon. Edhe sigurisht, sepse po t'ishte ashtu, njëherë shuhet historia dhe nuk ka nevojë për historian, ndërsa përderisa ekzistojnë katedrat e historisë, dhe po ashtu përderisa ekzistojnë dokumentet, sigurisht që kjo mund ta krijon një dimension të ri në historishkrim, kështu që historishkrimi evolon. Konsideroj domethënë kjo ka ardhur më shumë si rezultat i çësive politike, nga se sot fatkeqësisht me histori, me feje dhe me futboll merren gjithë. Ndërsa kanë sigurisht, ndërsa janë pikërisht domethënë profesionistë që duhet ta thojnë fjalën e fundit.